Një zjarri për masave të mëdha përfshiu mbrëmjen e së shtunë në zonën e Grëmirëqezmes në Malësi të Madhe. Flakët u përhapën me shpejtësi duke krijuar një situatë të rrezikshme për banesat pranë vatës së zjarrit. Përballë përhapjes së shpejtë të flakëve në terren u angazhuan zjarrfikësit dhe banorët e zonës, të cilët u bashkuan në përpjekje për të frenuar flakët. Zjarri për masave të mëdha u favorizua nga era duke bërë të vështirë ndërhyrjen e ekipeve në terren. Për shuarjen e tij u angazhuan disa mjete zjarrfikëse, një prej të cilave mbërriti në ndihmë nga Shkodra, ndërsa ekipet e zjarrfikësve të Koplikut punuan për disa orë për lokalizimin e vatrave aktive. Banorët e Grëmirëqezmes u bashkuan në operacionin duke ndihmuar zjarrfikësit në përpjekje për të ndalur përhapjen e flakëve dhe për të mbrojtur banesat e zonës. Momenti më kritik ishte kur zjarri u afroi një banese duke rrezikuar përhapjen e flakëve në objekt. Ndërhyrja në kohë dhe puna përbashkët e zjarrfikësve dhe banorëve bëri të mundur shpëtimin e shtëpisë dhe shmangjen e një situate më të rëndë. Pas ndërhyrjes intensive, pas disa orëve zjarri është vënë në kontroll dhe aktualisht nuk paraqet rrezik për banesat. Autoritetet vijojnë monitorimin e situatës, ndërsa pritet të zbardhen edhe shkaqet e rënies së zjarrit.